Kryeministri Rama me këto lloj sjelljesh në marrëdhënie ndërkombëtare, shko atje, shko këtu, mirë me Erdoganin, mirë me Netanyahun, mirë me Sanchezin, mirë me Trumpin, keq me atë, mirë me këtë, gjitha ne i mirë në një farë mënyrë, domethënë, pra, kjo është një sjellje qesharake politike. Kjo nuk ka të bëjë fare me interesat e Shqipërisë. Zero. Kjo është një gjë e papranueshme për një vend të vogël, i cili ka probleme të jetës përditshme, të demokracisë brendshme, të ndarjes pushtete, të sundimit të ligjit, të sundimit të drejtës. Një vend me 1 milion e ca njerëz, 2 milion njerëz, të shkosh të merresh me këto lloj budalliqesh, vetëm për një arsye të vetme. Që të thosh shqiptarëve që unë jam një aktor ndërkombëtar, unë jam një njeri me misi të mëdha ndërkombëtar, unë jam një njeri që kam mirë me të gjithë dhe unë e kam të garantuar pushtetin për shkak të këtij lloji leadership të madh gjigant që kam. Kjo është e papranueshme. Se në fakt kjo është edhe mënyra se si ai në një farë mënyrë prodhon atmosferën imazherike për të fituar zgjedhjet në Shqipëri, sepse zgjedhjet në Shqipëri nuk i fiton me këtë. Kjo është atmosfera imazherike për të mashtruar veten dhe të tjerë dhe botën që i fiton zgjedhjet me këtë. Se zgjedhjet këtu fitohen me niçin e Shiakut, zgjedhjet fitohen me mekanizmat që ka Shqipëria, edhe me doktorin. Edhe me doktorin. Unë ta pranoj të këtë. Pra edhe me dobësinë e opozitës. Por ai nuk mund të rrinë pushtet. Ka gjatë, duke thënë që i fitoi zgjedhjet me niçin dhe me dobësinë e opozitës, duhet të rrinë pushtet duke bërë si një aktor i madh, politikan i madh, i flet për demokracinë,